vllaznit e mi musliman, me qenë se në trojet tona në përgjithësi, edhe më gjërë tek muslimant, namazi nuk ka vlerën e duhur të vetë muslimant. Andaj sot do t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë, të mbështetur në ajetet kuranore edhe në fjalët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam për namazin. Për arsye se shumë kushi prej neve din se namazi ban mu ba dhe shkile shko, dikend kur po thot e po më përshëndet, po më thot sot një hoxhun i kam punët mirë, se gjumon si a shko që i heq. Jo vlla jam, si ki punët mirë. 5 vakti slihet, 5 vakti obligim prej Allahut subhanahu wa ta'ala është. Jo unë si a shko që i gjumon, po dhe t'hiq, se lo as një gjumon. Ku është sabahi, ku dreka, ku i qëndia, kësham i atësia. Muslimani është me 5 vakët musliman. O vllaznit e mi, urdhnat e Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ban të nënçmohen, nuk ban të cënohen, nuk ban të asgjasohen. Në kryet tyne, shtylla e dinit islam, për të cilën ka thonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, as-salatu imadu din, namazi është shtylla e dinit. Prandaj o vlla musliman, o bab musliman, o vlla musliman, bënu gajle, bare brengë, baba mës me të falë, nëna mës me të falë, banë qmos, dua, e lutje, e rigja prindve, e vladi mës me të falë, djali, vajza, reja, mesa, nipi, banë qmos, banu gajle, mësu banë gajle, së m'ke prun haje pije o biri jam, së m'ke vesh e s'ke mathur, së m'ke mbathur. Jo o bab, thuje vladit tant, o biri jam, namazin se ke falë për Allahun që duhet me falë. Që tu banu gajle? Sa po bëhet gajle baba për e vladin, pun që së një gjeta e vladit, së një gjeta një pun. Nuk po bëhet gajle namazin apo ja falen, dynjon apo e punon, dynjon apo e fiton, kurse namazin e kemi na, e duam të falim e falim, nuk e duam nuk e falim. A diçka tjetër? E pun, dikush ka më shumë, e dikush ka më pak. Në shtratin e vdekjes, tani mo mas kësaj për i del shpirti Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët e fundit të tijat ishin alaihi salatu wassalam, as-salatu was-salam wa ma malakat aymanukum. Mas kësaj s'ka pas fjalë tjera në dynja Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Namazi dhe atë çka ju keni nën përgjegjësi. Familjet pra, gratë e të tjera. Namazi dhe ajo çka ju keni nën përgjegjësi. As-salatu was-salam wa ma malakat aymanukum. Me qëto e kalon dynjan Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Është shkuat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo duhet me të kap ty brenga, namazin apo ta fal djali. Biseda në sabah bëhet e babës dhe e nënës, që vallahi grua, djali sot së quen punë, i hupi puna, shkoj, i met dita, met pa me ditje sot. Qështu i thët, që grua, ose që burë, sot djali së qua me shkuan punë, 7-8 boras, shkoj djalin punë. Nuk i tha një tjetrit, që vallahi grua, apo burë, djali së qua me falë namazin e sabahit. Namazi o vllaznit e mi, urdhën prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush e kundërshton,
është kafir, të kret me zhepët. Po edhe kush e len, është pikpytje. Të sahabët, të brezi i pari këtij ummeti, lanësit e namazit, kanë qenë pa iman, pa din. Allahi në pështoft. Allahi në pështoft. Prandaj, jeni në shkolla, nxënësat ju, studentët, jeni punëtor të arsimit, jeni punëtor në për institucionet të ndryshme, private apo shtetënore, mos e leni namazin. Në vendin e punës ku je, në qatë zyre, ku je që aty ki më u falë. Mos luje shejtani me ty, po më sheh ky mua, se shejtani luan. Luan shejtani. Shejtani në praktik që shluan, të shpju të regoj prej vetvetes unë. Unë para 12 ditëve u ktheva prej Zurichit, Zvicrës. Namazi sabahit në aeroport në Kazan. Tash edhe mjetet jenë më të mira tash. Unë s'kisha atë farë mjeti për pyeta dikush aty prej udhëtarëve me këtë iPhone-in, celularin. Ku është kibla? Në kiblën e kanë. Çështu? E gjithë që kiblë. Tash e nxorëm sejaden e madhe më u falë. Këtu luan shejtani. Çka luan shejtani? Thot ti në aeroport në Zurich me falë namazin, krejt këta të shohin. Unë me gruan isha. Pse mos po vjedhim na. Çka po bajmë? Namazin me falë. Ktheve prej kiblës, shtrose gjatën, pas tërti si sot gjithkund në për aeroportë. Fale namazin. Ndoshta si të falesh për Allah, si ta ki për Allah, jo për sytë popullit. Ndoshta dikush, thot, ja, kjo falë këtu, unë pse s'falem. O musliman, banu musliman, ku të shkojsh o vlla? Se shejtani luan. Tle, hajtë thot se udhëtari e ti, në luft, në front, kundër dëshmanit, namazi nuk lihet. Në namaz. Nuk lihet namaz. Pse nuk lihet? Pse është namazi fjala shqip përsisht. Arabisht është lidhje, sala i thënë arabqë. Hayalës sala. Lidhje në mes teje dhe Allahut. A lihet lidhja për diçka? Lidhja me Allah, a lihet për diçka tjetër? Për çka lihet kjo lidhje? Për asgjë lidhet, nuk lihet kjo lidhje. Lidhjen me ty e kputim, lidhjen me ty e kputim, lidhjen me atë me këtë e kputim, e lidhjen me Allah, a mund e kputim? Hasha vë kella. Po thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih të vërtet, ra'aytum law anna nahran bi babi ahadikum, nëse një lumë qarkullon në përdyrë të juja, e lahenin të 5 herë në ditë, angel pislëk mbeturin trupat e juj, kanë thonë joja Rasulullah. Qal, fedhalike mithlës salavatil khams, kështu është matë që falë 5 vaktin, jemhullahu bihinna l-khataja, Allahu ishlyn të gjitha mëkatet, gabimet që i bën robi, me namaz. Prandaj ka thonë pe Allahu subhanahu wa ta'ala në surët Hud 114 ajeti, wa aqimis salata tarafejn nahari wa zulafan min al-lejl. Fale namazin në të gjitha anët e ditës, edhe në pjesën e natës, pra prej sabahut e deri në jaci, si kur regullat që i dini. Innel hasanat, se gjërat e mira, hasanat, me falë namaz është shumë sa një mirë,
hasenat, sevapet, yudhibne sejjiat, i shlyn, i humbin, i shkatrojnë mëkatet. Dhalike dhikra li dhakirin. Dhalike, këta që ka po ju përmendi po të Allahu. Dhikra, përkujtim për ata që duan të përkujtohen. Dhalike dhikra li dhakirin. Allahu për në thëtë, kjo përkujtim, kush donë me ja përkujtua se qka është falja e namazit. Në hadithin tjetër të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, i cili thot, at-tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysa e imanit, pastërtia. Pastaj po thot, o salatu nur, namazja drit, Allah i na shoqëroft në vorr ditën e errësirës. Abdullah ibn al-Mubarak me një shok të vetin në xhami po e falin namazin e akşamit, e Abdullah ibn al-Mubarakit i ka dalë zoni jam një madh. Krejt ummeti po e duan. E shoqi i vet, i ngusht, po çuditet pse këti aq shumë i ka dalë zoni, pse pe duan populli. E një natë po tregon shoqi i vet. Po thotë falem namazin e akşamit, e mas namazit akşamit mbaroj ajo kandilja, ajo drita që kanë pas, ajo pisha, usos u mbaroj, e mbetëm terr. E shkoj Abdullah ibn al-Mubaraki me e marrë një pish tjetër me ndez, me ndriçue në xhami. Prej kur ka shkue dhe kur ka ardhë në përter, ka marrë pak kohë, ku e ka gjete dhere, e ka ndeze, e ka pru. Kur e ka pru, e ka ndezë këtu, tha ja pash lotët prej syve, qull i shba. I shba qull të poshtë, ujë. Tha qka ki, o Abdullah, qka u ba me ty? Shoku i vetë, i ngusht. Sa, mbetëm terë, deri e gjeta, deri e erdha, në copë terë, më shkoj mendja errësira e vorrit, terë i vorrit. Qka do të bajmë? E s'pata ka qare veç lotët më dulen. Ky atëherë po i thot vetë vetës, shoku, ki e gradë, pi thot tash këtia ti, pi thot vetë vetës për tonë. Allahu të ka ngrinë se ki devot shmëri në shpirt, je në shpirt i mirë. Allah i në boft mirë, ja Rabbi. Allah i në i dhasht hiset takuallakut devot shmëris. Në shpirt në i dhasht. E ka frikën që ka me hynë e errësirën e vorrit. A në ndonjë mashtrohemi, Allah i në i falt gabimet o vllaznit e mi. Allah i në i falt gabimet e në rujt prej gjunahave. O salatu nur, namazi drit, në vorr, drit në dynjë, drit në ahiret. Ata që falin namazin këtu kanë marrë abdes, ditën e gjykimit kanë me ndriçuar gjymtyrët e tyne para të gjithë popujve se janë kanë në kontakt me Allahun subhanahu wa taala. Inna Allaha ma as-sabirin, Allahu është me ata që bëjnë sabër. Ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. O insan, o musliman, ndihmone, forcone vetin, ista'inu bis-sabri, me sabër, was-salah dhe me namaz. Prandaj te namazi keni kujdes vllaznit e mi. Këshirni shumë punën në namazit, e vladin, gruan, djalin, vajzen. Vallahi, unë jem hoqë të ju tash 22 vjetë në këtë xhami, po i mbusha, për 23 kam hi. Unë e di që gruja jame falë namaz, e vladet e mi falin namaz, vallahi ka njëherë prapë në telefon e marë, e kini falë namazin, prapë, unë e di që se lasni namaz, amo ka njëherë që e manë telefon, e falet drekën, e falet i qinina, e falet a. O vlla musliman, që shpo kujtohesh për dynjon, grua duhet buka, qka duhet me pru prej tregut, folin telefon namazin, a ke fol, o vladi jem. Nuk bëhat tepër. Mos kujtohet dikush kjo tepër, bëha namazin, kur s'bëhat tepër. Pse? Po e pyetish ti, a ke hin lidhje me Allahun? Shiko prindi qka po e pyetish?
Ose dikën tjetër që po ja kujtesh, a ke hin lidhje me Allahun, a ke hin namaz? Allah i na boft prej namazlive, e inshallah as namaz nuk e linja. Jepni besën Allahut xhalla xhelalu, as namaz zban as më shpëtu namazi prej dorës tande një, as më u vanua hiç. E kanë pyet Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, cila punë është më e dashur te Allahu? Ka thonë namazin vaktin e vet. Mandej respekti i babës e i nonës. Mandej e treta gjihad fi sabilillah. Pra namazje ka numrin vendin e parë, më i dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Namazi o vllaznit e mi në Kur'an Allahu ka theksu jo na çish duam, po Allahu çish na ka lip me e taku. Prandaj në Kur'ani Kerim po thot inna salate kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Namazi për besimtarët është borxh në kohëna të caktuara. Sabahin vaktin e vet, e drekan vaktin e vet, e i qindia kështu me radhë. Kitaban mawquta. Kurse në hadithin tjetër që na jep një vërejtje të madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dembeli, Allah i na pështoft për i kësaj dembelie të keqe, që sot janë shumë faktor, ka shumë sebepe, se po rish vonë në internet, po rish vonë në kablovik, në filma, po rish vonë aty, po rish vonë këtu, tu na i dvonë, namazi i sabahit po të shkon. Namazi i sabahit shkoj. A vjen edhe një herë, qaj namaz kur mos vjen deri ditën e kiametit. Mandaj e ke falë, mirë pa, a u bon tamam kur e ke falë, më 9, më 10, më 8, a e ka pas vaktin më 6. E tha është një rivajet që thot se namazi, kur ta hup robi namazin, namazi i kthehet robit, muslimanit i thot, edhe i thot, o robi Zotit, dajak Allahu kema dajateni, Allahu të hup ty që shmë hupet i mu. Të rivon të një në kablovike, në internet, në muhabete, në filmat natës, e të një sabahi namazit shkoj. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam po thot, in athqalës salati alel munafikin, namazi ma i rëndë për munafikat, cili është? Namazi i sabahit dhe jacis. Namazi i sabahit dhe jacis. Namazi ma i rëndë për munafikat, për muslimanin s'ka të rëndë. E për munafikat, namazi ma i rëndë këto dyjat për. Namazi i jacis, i sabahit dhe jacis. Po thët, për i tërhek vrejtje i metit, ti kishalon imam tjetër kontë në vend të meje, pejgamberi po, ti kishalon imam tjetër kontë në vend të meje, e ti marë disa burra, prej sahabëve, me nga një shpin, me nga një lidhje dru, e t'ju vini popullit që s'vin në namaz, në gjami, e t'ja u kalli shpijat e tyne me zjarë. O Zoti madh, ymeti e largua prej namazit. O vllazën, kret bën një gajret për namaz. Kret luftoni për namaz. Kret ndihmoni për namaz. Kret kontriboni për namaz. Kret predikoni dhe urdhnoni për namaz. Babe, non, e vlat, e rreth vllazën dhe motra. Allah ju ndihmoft. Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka thonë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, va'mur ahlaka bis salah, urdhro familjen tënde për namaz. I ka thonë pejgamberit urdhro familjen për namaz. E ti për familjen tënde, inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu në ndihmon. Inshallah asni namaz nuk e lëm pa e fal, edhe inshallah e falim që shka hije namazi, jo shkile shko, jo me ngutje, ruqun, dek, pa uqun sejtë dhe tap të poshtë, asaj që i pëjthejnë tash sot, turbo namaz, apo Ferrari namaz, zbahët ashtu namazi, se pejgamberi e ka këthy, vallahi sahabën e ka këthy prap,
irji fasalli fa innaka lam tusalli, irji fasalli fa innaka lam. 2-3 herë ka kthy sahabën, ktheu falu se s'je fal, ktheu falu se s'je fal. Keni vrejt dikush si ta qet kryet sejdë, hala një herë s'm thot subhani rabbiyal ala, Allahu sa ka vun tok tak. Qon me një herë, në rëqu, pa u qonë kom, bup të poshtë. Shka për të gutët të robi Zotit? Shka të ngutë ty shejtani kështu? Bjerë rëqu, thoj 3 herë mas paku, 3 herë subhanë rabbiyal azim, mas paku. Mezhebin Hanefi, mas paku 3 herë. E në rëqu, e në sejdë, deri të të pushoje trupin sejdë para madhnisë Allahut. E semi Allahu liman hamide, deri të drejtohet gjymtyrët, organet e trupit. E jo, semi Allah, ku jetë i dhonë zorë braqë bre? Allahu Gjelle Gjelaluhu na mundsoft hajrin këtë ymet, ja Rabbi, edhe në shpirtin e juj, në brendin e juj, bën në një luft kundër shejtanit që mos talini asnjë namaz pa e falë, edhe t'i urdhnoni edhe familjet e juja, farefisin edhe më gjerë që ta falin namazin. Fjale pejgamberit, Allah i na dhasht këtë hise edhe neve për thët, xhamia është shtëpia e çdo njeri të devotshëm. Allah i na boft shtëpi tonë xhamin, ja Rabbi. Xhamia është shtëpia e çdo të devotshmit. Allah i na boft, ja Rabbi çati. Allahu ka marrë përsipër që ata që e kanë xhamin shtëpi të veten, shikoni, Allah i ka marrë përsipër të kefal Allah, që ata që e kanë xhamin shtëpi e Zotit shtëpi të veten, më bon për ta mëshirë dhe rahmet, edhe me i shpëtua ditën e siratit mbi xhehenem, me kaluan kënaqësinë e Allahut dhe në xhennet. Allah i na bën të prej çatyne inshallah.